Në datën 16 prill 2025, në vendin e quajtur Ujvara e Peshturës, 7 turistë spanjoll që po eksploronin zonën duke zbritur me litar në thellësinë e kanionit të Nivicës, kanë mbetur të bllokuar në kanion për shkak të terrenit shumë të vështirë. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e komisariatit të policisë të Pelen dhe shërbimet zjarfikse janë nisur në drejtim të zonës ku kishin mbetur të bllokuar turistët. Fillimisht ata kanë kontrolluar zonën me dron dhe kanë bërë të mundur lokalizimin e turistëve në kanionin e Nivicës. Pas disa orësh operacion kërkim shpëtimi në një terren shumë të vështirë dhe të rrezikshëm, shërbimet e policisë si rezultat i punës së mirë organizuar dhe i bashkëpunimit me shërbimet zjarfikse kanë bërë të mundur nxjerrjen e 7 turistëve spanjoll nga terreni i vështirë ku kishin mbetur të bllokuar. Turistët janë transportuar nga shërbimet e policisë dhe janë akomoduar në një bujti në fshatin Dukaj, në gjendje të mirë shëndetësore. Ata kanë falendëruar shërbimet e policisë dhe shërbimet e tjera për përkushtimin dhe humanizmin e treguar, si dhe për ndihmën e dhënë në kohë rekord. Policia e Gjirokastrës është e angazhuar maksimalisht në shërbim të qytetarëve dhe vizitorëve dhe i fton ata që për çdo rast nevoje për ndihmë të telefonojnë në numrin papagesë 112.